rikthehemi sërish së bashku me zonjën Drejtësi me këtë rubrike e cila si gjithmonë flet për tema të ndryshme të cilat na tangojnë në jetën e përditshme, por që prekin edhe aspektin ligjor. Dogana, çdo herë që ne kalojmë kufirin, ne duhet të ndalemi në dogan dhe të tregojmë nëse kemi diçka për deklaruar apo jo. Përse ekzistojnë doganat, cili është qëllimi i doganave dhe në fakt çfarë arrihet përmes doganimit të produkteve të ndryshme. Për gjitha këto ne flasim së bashku me Meral Fetahi, e cila është profesoreshe universitare. Profesori, tashmë bota është bërë shumë e vogël. Ne të gjithë lëvizim në baza ditore, qoftë në vendet fqinje, qoftë më larg dhe në të njëjtën kohë kalojmë edhe dogana. Kështu që të flasim pak më shumë se çfarë janë doganat dhe pse ekzistojnë doganat. Plotësisht pyetja me vend është. Në rast se dikur bisedojmë për taksat atime, krije kaput kemi të bëjmë me çdo obligues, çdo qytetar, jo çdo rezident që është brenda vendit, është i obliguar të paguaj taksën dhe doganën, dhe tatimin. Mirë po me doganat, ballafaqohemi në momentin që ne dëshirojmë të futemi në territorin e vendit përkatës, ose pa ekzistojnë edhe doganat eksportuese kur dalim, kur nxjerrim diçka nga vendi në territoret e jashtme. Në këtë rast, doganat, për dallim nga taksat dhe tatimet, lirisht mund t'i quajmë që janë taksa ndërkombëtare. Dhe këto vyllen në momentin që ne fusim mallin brenda vendit. Në këtë rast, doganat shërbejnë si një çmim shtesë që i shtohet vlerës së mallit, momentin që ne dëshirojmë ta fusim brenda territorit përkatës. Dhe prandaj funksioni i doganës do ta ndaja në dy komponente të veçanta. Kemi funksionin fiskal të doganës dhe funksionin ekonomik. Funksioni fiskal i doganës vjen në shprehje si kategori si të mbushim buxhetin e shtetit, si të kontribuojmë buxhetit nëpërmjet doganave, që në kohën e sotit është shumë vështirë, dhe më vështirë do të jetë kur ne do të bëhemi pjesë e Unionit Evropian, atje ku pretendojmë, dhe pjesë e marrëveshjeve të ndryshme për tregti të lirë që ndodhin brenda vendeve të ndryshme. Kurse funksioni ekonomik ka dy karakteristika bazë, ku mbështetet. Një ka për qëllim të kontrollon të mirat të cilat futen në vend. Dhe në këtë rast, ne duke mbrojtur funksioni, duke u mbështetur te funksioni ekonomik, ne realisht kontrollojmë çdo të mirë, çdo shërbim, çdo komponent që dëshiron të futet brenda territorit tonë. Dhe në momentin që ne flasim për pagesë të doganës, realisht ne tani mbrojmë prodhuesin vendor. Mirë po Maqedonia si një vend i vogël, i hapur, dhe një vend që shumë pak kemi prodhime vendore, në disa raste është vështirë ne të mendojmë të vendojmë dogan, se nuk guxojmë, ne është pamundur është të mendojmë që mund të mbijetojmë pa importin. Dhe në këtë rast, është ajo alternativa se çfarë duhet bërë. Por momentin që përsëri kemi nënshkruar, sadonjë që të dëshirojmë të mbrojmë prodhuesin vendor, ose të mbrojmë konkurrencën e prodhuesit vendor nga jashtë, përsëri është e vështirë për shkak se nuk ekzistojnë më sektorët që neve do të na ofronin mjaftueshëm prodhimin vendor që ne nuk kishim nevojë të importojmë ose të mbëshim masën mbrojtëse. Preferohet shumë herë që të kemi mbrojtje të ekonomisë vendore, por në rast se ne do të kemi të zhvilluar segmentet dhe sektorët që do të merren me prodhim në vend. Momentin që nuk i kemi, ne duhet të jemi unë për vete të jemi më liberal, që mos ngelim edhe pa ato të mira që janë të domosdoshme për jetën tonë dhe shoqërinë në tërësi. Këtu është elementi parë i doganës. Mirë po në anën tjetër, momentin që ne vendosim të sjellim nga jashtë produktin, ati është elementi që ne duhet të harmonizojmë, prandaj dhe kërkohet nga ne Maqedonisë harmonizimi me normët e Unionit Evropian sidomos. Po pse jo edhe me vendet të cilat nuk janë brenda Unionit, mirë po me të cilat ne kemi marrëveshje tregtare. Çfarë do të nënkuptonte ky harmonizim për ta bërë pak më të qartë për çdo? Harmonizim për afrim. Për afrim me regulativin e Unionit Evropian. Prandaj edhe në të shumtën e rasteve kemi informacione të karakterit publik, që po ashtu tani do të referohem te drejtoria e doganave, ku aty në mënyrë detajore përshkruhet se cilët janë ato tarifat doganore, për cili artikull doganohet, sa doganohet, në bazë të normit doganor, dhe në këtë rast ne mund të marrim informacionin e plot. Mirë po në rast se Maqedonia ka firmos, është pjesë e marrëveshjeve për tregti të lirë, aty është shumë vështirë, në shumë të rasteve edhe nuk ka fare dogan. Po profesor, çfarë në fakt doganohet dhe përse pikrisht ato gjëra doganohen?
Po, doganohen pikrisht ato artikuj të cilat dëshirojnë të futen në vend dhe në pjesën e jashtme, ekonominë e jashtme, realisht ato parashifën që si artikuj të cilat në një çfarë mënyre ne dëshirojmë të vaulim konkurrenshmërinë brenda sistemit ekonomisë vendore. Dhe në këtë rast vendohen tarifat doganore. Mirë po, tarifat doganore parashifen me nomenklaturat ndërkombëtare për tarifim. Dhe njëkohësisht tarifat doganore ndryshohen brenda viteve dhe çdo vit ripërtrihen, përditësohen dhe do të pasur kujdes se cila tarif me cilën normë doganore është. Sidomos tani ka qenë shumë me rëndësi diskutimi për vendosjen e tarifave doganore nga ana e SBA-s, e cila në një çfarë mënyre zgjoi interesin që doganat përsëri të vjenë në shprehje dhe të diskutohen në çdo tris, në çdo familje, në çdo edicion të lajmeve, ajo që më parë nuk kishte ndodhur, duke venduar tarifa doganore për disa vende të cilët ai nuk dëshironte të lejoj që lirshëm të futen në tregun amerikan dhe i shifte si palë konkurruese brenda tregut amerikan. Për shkak se ju prekët momentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a mund ta sqarojmë pak se çfarë nën kupton kur një shtet ja rrit njërit shtet tarifën dhe ja ul tjetrit? Përse kjo kishte aq bujë të madhe globale? Politika diskriminuese, që këtu në disa raste kjo vjen si të doganet preferenciale, që ai kish preferencë ndaj disa shteteve, nuk kish preferencë ndaj disa shteteve tjera. Mirë po si zakonisht, atje janë qëllimet, më tepër do të thosha qëllimet politike, që ato rezultojnë dhe derivojnë si elemente ekonomike ose elemente doganore fiskale, po ato janë qëllime politike dhe prandaj orasisht në atë kategori, pikrisht u vendos në rend të parë, u vendos Kanada, u vendos Kina, u vendos Australia, ato vende ku më tepër ishin target i goditjeve politike ose pa i artimit të politikave të tilla që na afat të gjatë strategjive për përfitime të ndryshme politike. Nga politikat botërore të kalojmë pak në politikat individuale të secilit prej nesh. Do të shpesh që të dëgjojmë që kur kalojmë nga shteti në shtet, duhet të deklarojmë sasinë e parave që kemi shpesher dëgjuar të fjala 10.000 euro, apo edhe gjërave që kemi blerë. Pikrisht këtu do të ndalëm që piqja është me vend të shuma e parave, të shuma e parave që ne duhet t'i kalojmë jashtë vendit, devizave, flasje jo denare, po devizat sidomos, dhe ato ne duhet t'i deklarojmë. Pavarësisht që ato thonë deri në atë limit, është e parapam që ti mund të kaloj shumën e parave në kufi, por me gjitha të ne duhet të deklarohet. Dhe jo rasisht edhe 10.000 euro në rase është e pëlqishme që të merret një vërtetim, që të kemi dëshmi se cila shumë e parave është destinuar në tregun e jashtëm. Dhe si zakonisht kjo krijet nëpërmjet kombimoreve, ose nëpërmjet edhe bankave, që ato e vapin vërtetimi është i dhënë nga banka qendrore, që kanë një uri dhe të jenë mirë të informuar për shumën e devizave e cila është kombirë në vend dhe tani dhe destinohet tregut të huaj. Të flasi pak më shumë rreth asaj se si zhvillohet procedura e doganimit. Pikrisht procedurat e doganimit, që janë në rastin e Republikës së Maqedonisë, këto janë kompatible me nomenklaturat ndërkombëtare të doganimit. Prandaj edhe tarifat standarde që aplikon vendi, si zakonisht në rast se nuk kanë të bëjnë me marrëveshjet preferenciale, janë 6.6%, mesatarisht. Për mallrat industrial, tarifat lëvizin deri 23% dhe për produktet bujqësore dikun deri te 31%. Mirë po, në momentin që këto tarifa kanë të bëjnë me marrëveshje, vendet që kanë marrëveshje për bashkëpunim të lirë tregtar, si janë Unioni Evropian, si janë CEFTA, është LEFTA, është Turqia, marrëveshja me Turqinë e kështu me radhë, për shumicën e produkteve industriale këtu i kemi 0%, si trajtohen si tarifë preferenciale. Pastaj kemi produktet bujqësore që gjithashtu janë të regjstruar edhe pa tatim, sidomos është fidanet e këto produkte, pastaj kemi njëkohësisht produktet e teknologjisë informative, e kështu me radhë, të gjitha ato produktet shëndetësore, disa të gjitha ato që ne nuk i kemi në vend. Dhe jemi në shkrues të marrëveshjeve për bashkëpunim të lirë tregtar dhe jemi të detyruar që të përmbahemi këtyre. Tatimet dhe taksat kemi thënë më herët që i dedikohen buxhetit të shtetit, po doganat, a shkojnë në buxhet të shtetit? Edhe doganat, gjithashtu kontribuojnë të buxheti i shtetit,
që gjithashtu janë një pjesë kontribuese. Sa më i zhvilluar që të jetë vendi, aq më pak dhe me thënë kthen kokën në kontekstin fiskal të shiqoj doganat. Dhe është për tregti të lirë, është pro tregtisë së lirë. Po sa më pak i zhvilluar të jetë vendi, aq më tepër tenton që doganat të shiqoj si një burim i rëndësishëm për të hirat buxhetore. Edhe pse kjo do me thënë është në disa vende, tani në rast se bëhemi pjesë e Unionit Evropian, atëherë ndoshta edhe kjo do të zbehet, do me thënë kjo kategori, dhe do duhet më tepër të përqendrojmë vëmendjen te karakteri ekonomik, mbrojtja e ekonomisë kombëtare nga mallrat të dëmshëm, nga mallrat që nuk plotësojnë kushtet, nuk plotësojnë cilësinë për të qenë pjesë e destinuar për tregun, që në të shumtën e rasteve Maqedonia i ka këto probleme. Dhe po ashtu këtu do të shpjelosi një sekuencë të shkurtë që dikur u ushtrua një pyetje se a jeni të vetëdijshëm se cilat mallra përfundojnë në tregun e Maqedonisë, dhe njëkohësisht pretendohesht të aludoshte në atë që mallrat që nuk mund të arrijnë të plasohen në vendet tjera të Unionit Evropian, ndonjëherë vërshojnë edhe vendet, jo vetëm Maqedonia, por vendet që nuk janë pjesë e Unionit Evropian, nga se pjesë e Unionit Evropian kontrollat i ka më të rrepta. Shpesher dëgjojmë që në dogan janë sekuestruar lëndë narkotike ose të mira të tjera të cilat nuk kanë qenë ligjore. A mendoni që është një filtr dogana në këtë aspekt për të pastruar vendin? Po, pikrisht ati dhe me thënë, ajo është njëri ndër mundësit, ku ne duhet të bëjmë kontrolla, që të mbrojmë dhe me thonë ekonomien nga rastet të tila dukurit të tila, të cilat nuk e ditë në tarmë se edhe ku mund të përfundojnë, dhe çdo njëri pjesë, çdo njëri komponent që mund të futet pa deklaruar, shteti nuk ka informacion. Dhe ajo mund të jetë e dëmshme edhe përveç shoqëria në tërësi. Sidomos kur është te lëndet narkotike, te produktet që janë falso, prandaj kemi doganat represive, të cilat në një shumë të në rasteve kërkohet që të bëhen edhe kontrolla për produktet, që në çfarë mënyre dhe me thonë vjen deri te manipulimi dhe mashtrimi i popullatës në tërësi. Dhe sidomos seksin e veçantë do ta vendoja te produktet ushqimore, ku ne sot mund të konsumojmë produkte që nuk dim a kanë pësuar kontrollet sanitare, kontrollet e inspektimit të duhur mbi cilësinë e produktit, ose produktet e kontaminuara, që në të shumtën e rasteve kemi pasur raste të tilla që deklarohet që trungu që vijnë prej Shqipërisë kanë qenë të kontaminuar ose kanë qenë të infektuar, kanë qenë rastet kemi pasur edhe me bananët dikur, kemi pasur rastet me hormonet e shtuara në mishin e pulave që është në konsumim të gjerë. Po, qytetari nuk ka që bënë, si qytetari e blen atë, ne duke menduar se dikush ka bërë inspektimin në dogan. Dhe në këtë rast, në rast ato na futën pa inspektime të duhura, atëherë pëson qytetari dhe masa e gjerë në shoqëri. Kur jemi të kjo të mirëqenja e qytetarëve të raporti, është e rëndësishme që të shohim a janë ato etiketat deklarative? Po, pikrisht ati duhet të vendohet theksi të organet doganore, që ati dhe me thënë ato duhet të nisën nga ai epitet, duke u nisën nga tarifa doganore që intereson shtetit të merë doganën, por njëkohësisht edhe të kontrollit doganor në përpikshmëri. Deri në momentin që të dihet saktë dhe me thënë se çfarë përmban produkti, që sot e kësaj dite kemi biznese, kemi shitore, kemi supermarkete të mëdha, që në rast se ti kërkon të shohësh etiketën dhe të shohësh se çfarë në të vërtetë përmban produkti, nuk deklarohet deri në fund se nuk precizohet. Shkruhet diçka, mirë, po ajo nuk është e deklaruar deri në fund. Shumë herë jam dalë te disa produkte që potencohet një diçka, po nuk tregohet se çfarë lloji. Ja, për shembull, e keni te këto gomat që janë këto bulmetet e fëmijëve, që aty deklarohet është përdorur për shembull gelatin, po në anën tjetër nuk tregohet se çfarë lloji gelatini është i përdorur. Dhe si të tilla ka edhe shumë produkte tjera, dhe fatkeqësisht te produktet përsëri kthejmë te barna, te produktet e shëndetësisë që janë. Jemi drejt fundit, profesorisht, të kësaj bisede. Më thoni pak, ka mbetur diçka të cilën nuk e kemi trajtuar, por që është e një rëndësie të veçantë kur bëhet fjalë për doganat? Ajo që është me rëndësi, duhet që gjithmonë të kemi parasysh që sa më tepër të jepën informacione detajore, dhe do të kisha dashur që në të ardhmen të mund të bëhen edhe trajnime, qoftë të kategorisë fiskale, qoftë të kategorisë doganore, thjesht sa për të zgjeruar njohuritë e qytetarëve se në cilat pika duhet të ndalen, në cilat pika janë me interes, dhe qytetari i fundja fare nuk është person që do të studion në atë fushë, pati duhet të jepen në segmentet kyçe, që s'pati të di se cilët janë ato target pikat që ai duhet t'i shiqon
dhe të mund të merr informacionin e plot mbi produktin që fundja fare konsumon, ose pa fundja fare edhe kënaqet me atë që ja, patëm rastin që shumë të në raste diçka mund edhe të jetë mjetet biroteknike, mund edhe të na shkaktojnë shëndetin tonë, të na prishin, mirë po ne nuk e dim se cilët mund të jenë pasojat ose cilët janë ato komponente që përbëjnë rrezik për ne gjatë përdorimit. Faleminderit shumë. Ju faleminderit, kënaqësia ishte ime që të jemi këtu bashkarisht. Ne ndjekëm një bisedë me Meral Fetahi, e cila thotë që do tregon qëllimin e doganave dhe se sërish të hyrat nga doganat sërish hynë në pjesën e buxhetit të shtetit. Për të gjitha këto dhe për shumë e shumë tjera tema në aspektin ligjor, bashkë mirupafshim.